Qytetarët e Rahovecit agjërimin po e bëjnë me plot përkushtim. Për ta agjërimi ka qenë sfidues vetëm gjatë kohës me temperatura të larta, dhe se tani me këtë freski, me temperatura mesatare, nuk po ndjejnë as pak mundim. Agjërimi po shkon shumë mirë, për shkak se edhe koha është e mirë, domethënë, po edhe imani kur e ka të fortë njëri, zakonisht edhe është bindje që të bën më mirë. Me aktivitetet e Ramazanit sa je i kënaqur? Zakonisht leximin e Kuranit, jetën e pejgamberit alayhis salam, edhe çdo që në të përditshme unë zakonisht edhe jashtë Ramazanit, domethënë jam edhe aktiv, kështu që nuk është ndonjë ndryshim i madh. Kur jemi te pjesa për me dëgjuar rreth Islamit ose me mësuar rreth Islamit. Elhamdulillah që na ka dhënë jetë Allahu me pritë edhe këtë Ramazan dhe jemi të kaluar shumë mirë. Agjërimi lehtë. Unë për iftar për syfyr dhe tjetër në iftar një pital kom del. Aq ma ka lehtësu Allahu. Jem shumë Ramazani lehtë. Edhe jem shumë të lumtur që ka dhënë Allahu jetën, na ka zgjat me pritë edhe këtë Ramazan. Inshallah e përfundojmë. Çka ka të mirë në Rahovec gjatë Ramazanit? Mirë që kemi. Po xhirojmë, koha mirë. Unë pak me defekt veç, po hesim ka pak, s'po nalim. Personalisht, çu she përjeton ti vetë Ramazanin? Mirë, elhamdulillah, shumë mirë, lehtë. Ndoshta më herët veç 10 vjet që se kum ndërprej hiç. 79. 79 Ramazan. 79 vjet veç 70 Ramazan. 70 Ramazan. Mbledhja në tryezë, ruajtja e traditave, veçanërisht ftesave pas iftareve mesvete, gjallëria e natës, janë disa nga elementet që qytetarëve po u bën më së shumti përshtypje në atmosferën e përbashkët të Ramazanit. Pa, shiqoni atmosfera e Ramazanit në Rahovec sikur çdo vit është shumë e mirë. Edhe këtë vit Bashkia Islame e Komunës Rahovecit ka organizuar dhe organizon çdo vit tubime për iftar. Edhe kështu që mblidhemi të bëmi gjithë dhe bëjmë iftar edhe kënaqem me të mirat dhe që na ka dhuru Allahi edhe organizimin që organizon Bashkia Islame e Komunës. Dikush tjetër shfrytëzon pushimin vjetor që të vjen nga këto begati. Punën e kena lënë pak se unë edhe pak jam moshu, po ende po punoj unë. Po punoj, se 67 vjet i kam, po punoj nga pak. Po për Ramazan jo, se nuk po muna me mri, se edhe me punu, edhe me ardhë çdo vakt në xhami, domethënë nuk po arri dot. Do thonë i shfrytëzon pushimet që i ke për këtë muajin e Ramazanit. Po ja përkushtoj sa më shumë se ky është muaji i rahmetit. Allahu në këtë muaj na pastron nga gjënat, nga gabimet e tona, se është muaji i rahmetit. Edhe në këtë muaj ka zbritur edhe Kurani. Me apo pa punë, i madh apo i vogël, i moshuar apo i ri, në Rahovec agjërimi është i pakontestueshëm. Ti për vete që përjeton Ramazanin? Unë me kënaqësitë më të madhe që ekziston. Që jam i lumtur shumë se unë edhe pak i moshuar, po Allahu më ka dhënë mundësi me shfrytzu edhe këtë Ramazan, me pritë edhe këtë Ramazan. Kështu që jam shumë i lumtur, shumë i kënaqur, shumë. Realisht e përjetoj shumë mirë edhe ndi një lehtësim shumë të madh shpirtënor. Edhe falenderoj Zotin që na ka dhënë jetë dhe mundësi me pritë edhe këtë muaj të qetë të Ramazanit. Po ashtu edhe gjithë besimtarëve musliman kudo që janë në botë i uroj këtë muaj të qetë, agjërim të lehtë dhe inshallah i madhi Zot na ka bërë kabul dhe na pranon agjërimin.